Mirëmbrëma të gjithëve. I ftuari i sotëm është Ministri i Inovacionit zoti Genspollo. Zoti Ministër, mirëmbrëma, faleminderit për marrëdhënie. Mbrëma, faleminderit ju. Do doja të nisim bisedën pikërisht nga seanca e dieshme parlamentare, nga ligji i transmetimit audiovizual që dikur, po tani u përkthye në shqip, i transmetimit me zë dhe me figurë. Edhe u përkthye prap audiovizual në tekstin e fundit. Pse u sërish u ndryshua? Kështu mbeti. Kështu mbeti, audiovizual. Audioviziv. Audioviziv. Media audiovizive. Dhe ju do në mbrojtët atë në emër të shumicës qeverisë. Gjithë komiteti ndërkombëtar kishte kërkuar domun që të aprovoj me konsensusin e opozitës. Përse nuk u arrit? Të miratosh ligje me konsensusin e opozitës është një gjë e mrekullueshme, është një gjë ideale, por në demokracitë reale nuk funksionon gjithmonë kështu. Ne kemi parasysh rastin e 3 ligjeve të kërkuara nga Komisioni Evropian. Opozita, Partia Socialiste nuk ka asnjë problem me përmbajtjen e tyre, por thot më bëni Fierin, Roskovecin, Kolonjën, Kuksin, që pra e lidh me gjëra që nuk kanë të bëjnë me do flasim dhe për ato, po të kthehemi tek ligji. E njëjta gjë që tek emri, pse ju ndryshua sërish se ishte bukur doni transmetimit me zë dhe me figurë. Thonë në shqip. Nuk e di. Nuk e di sepse nuk është ligji i qeverisë teknikisht. Nuk është ligji iniciuar pra nga qeveria, po ka qenë një nismë 7 vjeçare dhe kjo është e tmerrshmja. Domethënë kjo është pjesa e pakëndshme, 7 vjet ka mbetur aty. Ana e mirë e 7 vjetëve është që u punua shumë për ta bërë cilësor, por një ligj nuk mund zgjasë kaq gjatë. Pikërisht sepse ai është një ligj, çdo ligj është i rëndësishëm, por është një ligj që ishte edhe i nevojshëm për të miratuar shpejt, në mënyrë që të vendosi rregulla të reja moderne në sektorin e transmetimeve radio-televizive. Shumica e qeverisë dikur kishte dhënë konsensusin gjatë punimeve të komisionit që të gjendej drejtuesit e radio-televizionit publik dhe të Këshillit Kombëtar të Radio-Televizionit që drejtuesit e tyre të zgjidhen me konsensus, madje që përshtatur dhe një formulë e tillë. Në moment fundit, muajin e fundit, shumica e qeverisë e prishi këtë dhe solli në mënyrë të tillë që drejtuesit e këtyre institucioneve kaq të rëndësishme të votohen, të kalojnë emrat e tyre me shumicë të thjeshtë. Ndoshta duhet paraqitur në mënyrë më të plotë. Ka patur një këshill nga një konsulent që antari Bashkimit Evropian i fundit të zgjidhej me short. Pra të bësh llotari në mes kuvendit. Kur e kam diskutuar këtë gjë me zonjën, po them një rast, zonjën Mijatović, përfaqësuese lartë e OSBE-s për mediat, shtangu dhe tha ky është abdikim i kuvendit nga përgjegjësia e vet kushtetuese. Qeverit, parlamentet, autoritetet e tjera bëjnë emrime. Qellojnë emrime të mira, qellojnë emrime të gabuara, por ato kanë përgjegjësi të bëjnë emrime. Dhe nuk mund ta zhveshin mantelin e përgjegjësisë, në rastin konkret të përgjegjësisë kushtetuese të kuvendit, për t'ia dhënë llotarisë apo bixhozit. Mendoj që ka qenë një këshill jo vetëm e gabuar, po dhe e konsulentit huaj që dha, por dhe e papranueshme. Bashkimit Evropian. Një konsulent privat i pajtuar nga Bashkimi Evropian, kanë qenë disa konsulentë që kanë dhënë një ndihmë shumë të çmuar për gjithë ligjin dhe bëhet fjalë për një ligj me afro 140 nene. Këtu po flasim vetëm për një ide. Dhe ka dhe ide që mund të jenë edhe poshtruese. Edhe duhet ta kuptojmë këtë dhe jo themi erdhi dhe t'ia veshim Evropës, Këshillit Evropës apo Bashkimit Evropian, është një konsulent i cili pa që këtu mazhoranca dhe opozita nuk para merren vesh, çka është situatë që e njohim, dhe tha ta bëj me kokapil. Ndoshta dëshira ishte e mirë, po forma ishte fyse dhe për më tepër që nëse ne na kërkohet me të drejtë dhe ne kemi rënë dakord që do ta bëjmë, që ligjet tona të jenë në përputhje me akin, pra me direktivat e Bashkimit Evropian dhe në rastin konkret me standardet e Këshillit të Evropës, duhet ta dini që asnjë vend i Evropës, si Evropës vjetër, ashtu dhe Evropës re, si Evropës me traditë demokratike dhe Evropës ish komuniste nuk aplikon një gjë të tillë. Kështu që duhet të merrem me thelbin, mendoj unë, është më e dobishme me thelbin e gjës, sesa me faktin na tha ai e ja prishëm këtij. Pra, si llotaria, si shumica e cilësuar që ishte varianti tjetër nuk shkon. Nuk shkon sepse zoti Bujar Nishani, presidenti i Republikës, nëse nuk gjejmë dot konsensusin, pra shumicën e cilësuar, e zgjedhi me 50% plus 1. Tani, zonjën Indira Bushati, gjithashtu zonjë respektuar, apo kushdo tjetër që do vi pasi. Nëse nuk gjejmë
domethënë në qoftë se nuk e zgjedhim me short, ta zgjedhim me 2/3, gjë cilën nuk e bëjmë për Presidentin e Republikës. Domethënë, kushtetuta dhe legjislacioni ka një sens, ka një hierarki dhe nuk mund të bëhen marifete që nuk shkojnë. Për më tepër që ka patur një zhvillim jashtëzakonisht rëndësishëm. Në 2005-ën i gjithë këshilli i KKRT-s zgjidhej nga partia në pushtet. Në 2007-ën opozitës ju dha me ligje drejta për të skartuar disa nga kandidaturat e shumicës, po prap shumica mund të vinte të vetët, dhe me marrëveshje politike, jo me ligj të shkruar, ju dha e drejta që një kandidat i propozuar nga opozita të merrte votat e shumicës. Dhe sot e kësaj dite është akoma një antar i përfaqësuar nga Partia Socialiste në këshillin e KKRT-s që do quhet AMA. Me ligjin që u votua dje, gjysmat i emëron opozita dhe gjysmat majoranca. Pra ka një dallim të jashtëzakonshëm. Përse këta mos zgjedhin drejtorin e përgjithshëm? Të këta do ta zgjedhin. Të Radio Televizionit Publik. Këta do ta zgjedhin dhe me shumicë cilësuar. Më çuat te argumenti tjetër. Pra, të themi do ta bëjmë me 2/3. Qëllon që majoranca dhe opozita nuk merren vesh. Nuk është smundje vetëm shqiptare. E gjen dhe demokracitë e tjera në momente të caktuara. Juve ju kujtohet që vendi ombudsmanit i avokatit popullit mbeti 2 vjet vakant. Kryeministri Berisha i bënte apel pothuajse çdo javë shefit të PS, zotit Rama, cakto këtë duash për postin e ombudsmanit. 2 vjet posti u mbeti vakant derisa erdhi propozimi i Partisë Socialiste zotit Otozani. Besoj që ju kujtohet. Nuk është mirë që të kesh institucione që nuk funksionojnë, por në rastin konkret nuk ishte dhe aq problem sepse avokati më i vjetër ndër ata që ishin aty mbasi u largua zoti Dobiani ushtronte detyrën e avokatit të popullit dhe institucioni funksiononte. Kthehemi te ligji për cilin po flasim. Këtu të kesh një rregullator që nuk funksionon është shumë e dëmshëm se mund të krijojë situata me transmetuesit që janë jashtëzakonisht të dëmshme për shoqërinë. Nuk është i paragjykuar ky ent rregullues, nëse kemi parasysh se do zgjidhet me shumicë të thjeshtë, mund të jetë një militant partie dhe do të fillon një lloj diskriminimi në media. Zoti Babarama duhet. Është një lloj arbitri që duhet të jetë i pranuar nga të gjitha palët. Është mirë që diskutimin ta orientojmë te faktet dhe jo ke supozimet as te paniku i nxitur kot më kot. Sot që flasim, kemi një rregullator i cili ka një antar të propozuar nga Partia Socialiste dhe të gjithë antarët e tjerë të propozuar nga shumica. Ky rregullator ka marrë 500 vendime, jo me shumicë thjesht, jo me konsensus, po me unanimitet. Çka do thotë që vendimet që kanë marrë ky vend nuk kanë patur asnjë vot kundra. E kuptoni se çfarë po them? Qartë. Është më mirë të marrim informacion faktik. Tani unë nuk jam për të bërë avokatinë e rregullatorit. Atë mund ta bëj kryetari i AMës apo antarët e tjerë, por unë i referohem fakteve dhe përvojës që kam nga bashkëpunimi me rregullatorin. Nuk duhet paragjykojmë, nuk duhet të themi të pavërteta, ti marrim gjërat ashtu siç janë. Nuk janë perfekte, ka shumë gjëra për të rregulluar dhe në punën e rregullatorit, por akuza pa bazë edhe prezantimet të pavërteta është e mira të evitojmë. Këtë i thash edhe kolegëve të opozitës. Pra, nga situata e 2005-s, kur gjithë e caktonte majoranca, erdhëm në një situatë më të balancuar me amendimet e vitit 2007 dhe me këtë ligj gjysmën majoranca, gjysmën opozita. A e kuptoni çfarë ndryshimi bëhet? Në sensin e pavarësisë dhe në sensin e balancës. Dje doon opozita ju sulmoi doon që po ndërhyni në tregun mediatik ju si qeveri përmes tenderit që prej 25 milionë euro që bëhet për digitalizimin e televizionit publik, i cili do krijojë dy platforma digjitale. Pse e bën qeveria këtë tender? Do t'ju shpjegoj rastin e digitalizimit, por do dhe ta mbaroja çështjen e rregullatorit. Ne vërtet nuk kemi shumicë cilësuar kur emërojmë antarin e fundit, por vendimet e rregullatorit në vetvete janë me shumicë cilësuar. Pra, në qoftë se televizionit A1 Report do i hiqet licenca, këtë nuk e marrin dot antarët me shumicë të thjeshtë. Pra, ta supozojnë në një rast, ju nuk besoj se do ndodhi me ata antar, se ne priremi të çojmë njerëz të ndërgjegjshëm atje, por ta zëm që për militantizëm partijak, një televizion i cili duket se është afër opozitës do hiqet licenca, nuk mund ta bëjnë në bazë të këtij ligji me shumicë të thjeshtë. Duhet votojnë dhe antar të ardhur nga propozimi i opozitës. E njëjta gjë edhe shumë vendime tjera. E njëjta gjë edhe me Këshillin e Radio Televizionit. Drejtori nuk mund caktohet me shumicën e thjeshtë,
të antarëve që vinë nga majoranca, por duhet votojnë dhe antarë që vinë nga opozita. Pra, check and balance është më se e garantuar. Dhe është për të ardhur keq që këto gjëra nuk u përmendën. Sa për të zgjedhur drejtorin e ri të televizionit. Drejtorin e përgjithshëm, tani të ri të vjetër, domethënë ai që do i vi radha, që të zgjidhet, duhet me shumicë të cilësuar. Pra, shumica e cilësuar do thotë jo vetëm 50% plus 1, domethënë në rastin konkret aty janë 11 mos gaboj antar, 6 është shumica e thjesht duhet më shumë se 6. Këtë po përpiqem të shpjegoj. Tani të vim tek digitalizimi i radio-televizionit. Televizioni juaj ndoshta mendoj që është konsultuar dhe bashkë me të janë disa dyzina televizionesh, përfshi ata kombëtar, përfshi ata rajonal, janë konsultuar kur kemi bërë strategjinë e digitalizimit, që është diskutuar me të gjithë për më shumë se 3 vjet. Dhe është parashikuar, nuk ka patur kontestime, që televizioni publik do të ketë 1 deri 2 multiplekse dhe televizionet privat, ofruesit privat shërbime, se s'mund quhen televizione, ofruesit e platformës digjitale do kenë gjithashtu 2 multiplekse. Pra 2 rrjete, 1 deri 2 rrjete tek publiku dhe 2 rrjete tek privati. Privati do bëhet me garë dhe do jetë investim privat. Publikun, qeveria ka detyrë ta financojë dhe ta bëjë. Dhe ka një inkonsistencë në qëndrimet e opozitës. Kryetarja e komisionit, zonja Leskaj, vazhdimisht na ka përmendur kur diskutohej vitin e kaluar buxheti 2013-s, ku i keni paratë e digitalizimit. Dhe në fakt ato para ajo kishte drejt nuk ishin aty. Atëherë ne po bëjmë sforcime që të gjejmë burimet të tjera financimi për të realizuar digitalizimin e RTS-s. Dhe një antar tjetër i Partisë Socialiste thot pse e bëni këtë dhe ndërhynin tregun me ti, kur strategjia ka qenë e qartë dhe konsensusi ka qenë më se i plot që do ndahen gjërat. Pse duhet ta bëj këtë tender qeveria për 25 milionë eurosh, zoti ministër? Sepse janë paratë e qeverisë. Po kush do ta paguaj faturën pastaj? TVSH-ja apo qeveria? Kjo është për të vendosur që TVSH-ja merr përsipër nominalisht ta paguaj. Dhe kjo kërkon një plan financiar të mirë të garante. Mund të jetë garante e borxhit, por se ta paguaj qeveria. Në projekt me Sadiun është që e paguan TVSH-ja. TVSH-ja do duhet ta paguajë. Dhe unë shpresoj që TVSH-ja të jetë gjendje. Përse do kemi të bëjmë me një televizion shtetëror apo me një televizion publik? Përse duhet ta paguajë qeveria kur ai është një institucion kushtetues, nuk po them, po një institucion i pavarur, siç është avokati i popullit, se mund të nesër dej mund thoni që po bëjnë dhe tenderat e avokatit popullit ose të kontrollit lartë të shtetit. Avokati i popullit dhe kontrolli i lartë të shtetit ka një buxhet dhe në bazë të atij buxheti bën prokurimet e veta. RTS-ja ka një buxhet, por buxheti i RTS-s në asnjë rast nuk mund të ketë shumën që duhet për bërë digitalizimin. Dhe RTS-ja na është drejtuar ne për të gjetur burimet e këtij financimit dhe bashkë me Ministrinë e Financave jemi përpjekur për të gjetur një burim financimi ekstra buxhetor në mënyrë që të bëjmë digitalizimin. Dhe digitalizimi është i tillë që do krijohet, nuk ka të bëjë me përmbajtjen, nuk ka të bëjë me lajmet. Keni marrë konsulencë për këtë projekt? Patjetër. Konsulencë private? Konsulenci ata të Këshillit Evropës që sugjeruan ata që na ndihmuan. Pala shqiptare do paguaj për këtë konsulencë apo jo? Po gjithmonë paguhet për konsulencë. Përse duhet merret një konsulencë private kur televizioni publik ka një staf prej 1000 vetash që fare mirë mund të bënde konsulencën edhe kësaj firmës së konsulencës. Jeni sigurt për këtë? Po, besoj se po, se në 1000 punonjës... Në 1000 punonjës, po? Si mbaron fjalia? Në 1000 punonjës do në presupozohet që ka specialist televizioni publik shqiptar. Televizioni publik shqiptar ka specialist me përvojë që nuk kanë bërë ndonjëherë digitalizim, por kanë studiuar përvojat e vendeve tjera. Dhe ata kanë dhënë unë njoh 2 prej tyre që janë në sekretariatin teknik, që ka dhënë një kontribut të çmuar në hartimin e dokumentit të strategjisë. Por televizioni privat, të jemi realist, mund të ketë 1000, mund të ketë edhe 5000 punonjës. Por asnjë prej tyre nuk ka përvojën jetësore të digitalizimit që mund ta ketë Austria, mund ta ketë Italia, mund ta ketë Franca, sepse ata e kanë bërë. Ne nuk e kemi bërë dhe është një avantazh që se kemi bërë, se mësojmë nga përvojat e këtyre vendeve që kanë realizuar, nga avantazhet dhe nga problemet apo dështimet që ata kanë patur. Po a mendoni se shifra prej 25 milionë euro është pak e fryrë, sepse në treg tashmë ekzistojnë platforma
digjitalve. Këtë nuk jam në gjendje ta them sepse ky operacion në tregun e lirë nuk shkon më shumë se 10 milion euro, përse duhet merren borxh 25 milion. E pare, shifra 25 milion është e thënë nga një deputet, por nuk kemi... Kam parë në seancën e parlamentit, se sa është në fakt? Aty shikoni shumë gjëra. Do me thënë, aty ka vlerësime që shkojnë nga 20 deri në 20 milion nga vetë radio-televizioni shtetëror. Dhe mos krahasoni platformën Tring apo platformën Digital me platformën madhore që i duhet radio-televizionit shqiptar, e cila do të bartë programet e RTS-s, por mund të bartë edhe të gjitha programet e televizioneve private kundrejt kontratës dhe tarifimit që do i bëhen. Sepse gjëja duhet shpjeguar nga koka. Ne duhet të lirojmë frekuencat që përdoren tani nga televizioni analog, pra mos gaboj 78 deri në 84 MHz, për t'ja lënë Wi-Fi, për t'ja lënë shoqërisë informacionit, për t'ja lënë Shqipërisë digjitale, në mënyrë që të kemi shpejtësi më të madhe në smartphone-et tanë. Kur përfundon digitalizimi? Kur ikin repetitorët? Kur nuk do kemi antena në taraca? Antena në taraca eventualisht mund të kemi, po do jenë më të thjeshta dhe më të vogla, do kemi një dekoder universal, por në thash, do kemi një platformë dhe një RTS publike të digitalizuar për cilin shteti ka përgjegjësi ta bëj. Ka patur raste në rajon që televizioni publik nuk i ka financat për ta bërë. Dhe për këtë ne është ndërtuar një komitet shtetëror që ka në përbërje përveç nesh Ministrinë e Financave, Rregullatorin, KKRT-n dhe televizionin, të cilët kanë hartuar dokumentin. Vendimet akoma nuk janë marrë, shpresoj të merren së shpejti, por është një detyrim. Është një detyrim që ne kemi ndaj qytetarëve, sepse digitalizimi do thotë cilësi më e mirë e televizionit në shtëpi, por për ekonominë shqiptare të lirosh brezin atij që quhet dividendi digjital është një nxitje edhe një gjallëri e jashtëzakonshme për ta përdorur. Një platformë TVSH do ketë programe të saj. Një deri dy. Po e dyta për çfarë do jetë? Janë 2 multiplekse. Dhe një multiplex mund të bartë në varësi të teknologjisë që përdoret, mund të bartë 6 deri 12, ndoshta deri 18 kanale televizive. Domethënë janë koncepte janë private. Atëherë ju pse ndërtoni një platformë të dytë që do jetë për televizionet private, kur ndërkohë jeni duke privatizuar. Ne kemi thënë 1 deri 2, ndërkohë tani do financoni me fonde publike një sipërmarrje private. Nuk financojmë një sipërmarrje private, financojmë një rrjet digital për transmetime televizive i cili do mbetet në pronësi publike. Por ashtu siç është posta, ashtu siç është keshi, është një ndërmarrje me pronësi publike, por që kryen aktivitete në treg. Dhe nëse ne e ndërtojmë, ne presim që televizioni, që do jetë juridikisht pronari i saj, të jetë në gjendje të shlyej këtë 20, 25 apo 40 milion, që do financohet me kredi për cilën shteti del garant. Dhe për këtë duhet të ketë ardhura. Duhet të ketë ardhura nga tarifa televizionit që ne paguajmë bashkë me faturën e dritave, duhet të ketë ardhura edhe nga shërbimet që ofron, dhe këto shërbime është i lirë të ofrojnë në treg, kundrejt një tarife të arsyeshme, kundrejt cili do operator që për mbajtjen e vet do ta transmetoj përmes kësaj platforme, në mënyrë që të ketë ardhura sepse ai borxh duhet paguar, është më se normale. Flasim sërish për seancën e dieshme, në momentet e fundit nuk e di u kërkua pushim, pastaj u ndërpre sinjali për televizionin, nuk e kuptuam. U votua kërkesa e deputetëve për të zhvilluar referendumin për 3 ligjet? Me 73 vota. Me 73 vota. Përse duhet të kalohet në referendum kur jo më larg se 24 orë para këtij votimi, kishim deklaratën e komisionerit të zgjerimit Fyle që mbeta i befasuar, mbajta dhe shnim të vendimin e qeverisë për të bërë referendum. Ndërkohë, kërkesa jon është për të gjetur konsensus dhe referendumi nuk është rruga e duhur, pak a shumë kjo që deklarata e zotit Fyle. Përse duhet ta bëni këtë referendum? Kërkesa e Komisionit Evropian në tetor të vitit kaluar ka qenë votoni 3 ligjet dhe ne na jepni mundësinë që të propozojmë statusin kandidat të Shqipërisë. Komisioni Evropian këtë propozime bën në 2 vende dhe duhet marrë 2 po. 2 dritë jeshile. Një tek Këshilli, shtetet anëtare, ku klima është herë e mirë, herë jo e mirë,
jo për Shqipërinë, për përgjithësi, dhe te Parlamenti Evropian, ku i fundit është shprehur pozitivisht, paraprakisht, që nëse na vjen rekomandimi për Shqipërinë, ne do ta votojmë pra. Ne, qeveria, mendoj opinioni publik shqiptar, mendoj një shumicë e madhe e shtetësve të këtij vendi, përfshi dhe atyre që na shikojnë ne, janë për ta bërë këtë gjë. Për arsyet e veta, Edi Rama, Partia Socialiste e kanë lidhur këtë me një këshill qarku. Paktën në deklarime. Për arsyet e veta, unë mendoj Partia Socialiste, Edi Rama e bën këtë sepse kanë menduar që dhënia e fitimi i statusit kandidat nga Shqipëria është dizavantazh elektoral për ta. Mendoj që ky është kalkulimi i tyre. Edi Rama dhe Partia Socialiste edhe heqen reduktimin e kemi na gjend referendumin tani para zgjedhjeve. Referendumi është fut në gusht për imunitetet. Domethënë Partia Socialiste dhe Edi Rama kanë refuzuar të votojnë për reduktimin, heqjen, e diskutonin me atë heqjen, pastaj mbetën reduktim, kompromisi i domosdoshëm. Kryeministri Zoti Berisha shpalli që po shqirtonte referendumin për çështjet e imuniteteve, për të barazuar qeveritarët, gjykatësit, zyrtarët e lartë, një lloj në raport me akuzën, në raport me gjykatën, një lloj me të gjithë shtetasit, qytetarët e këtij vendi. Për qenë më i drejtë. 4 javë më vonë, Partia Socialiste me një 4 javë më vonë. Duke pasur parasysh kushtetutën para 23 qershorit nuk bëhet, apo jo? Atëherë pse nuk prisni 23 qershorin dhe a nuk është kjo 23 qershori do vi? Vendimi ndjeshëm një truk elektoral që ju bëni? 23 qershori do vi dhe unë besoj që edhe bllokimi nga Edi Rama i 3 ligjeve të integrimit do jetë një arsye fort, një ndër arsyet e forta, për ta lënë në opozitë, dhe ndoshta në opozitë më të vogël se kjo që është, Partinë Socialiste, dhe për ta Edi Rama pastaj fatin e tij nuk do doja ta komentoja, por qofse mbas 3 disfatesh elektorale do vazhdoj të rinj krye, është punë e tij dhe e partisë tij në atë format që po jep. Flasim për integrimin për cilët janë të interesuar të gjithë dhe që është një proces mbi palët. Ju thoni domun që është një proces ku se gjithkush ka përgjegjësitë e veta. Qeveria ka përgjegjësi që të bëjë gjithçka për të mbushur kushtet. Kushtet nuk janë. Ju thoni domun që po aprovuar 3 ligjet, ne marrim statusin e vendit kandidat. Ndërkohë, si komisioneri Fyle, si ambasadorët ai i Bashkimit Evropian, i vendeve shumë të rëndësishme të Bashkimit Evropian, si ai i Britanisë së Madhe, e Gjermanisë, i Italisë, thonë që 3 kushtet nuk janë kushte. Kështu e thonë? Jo, 3 ligjet nuk janë kushte. Nuk janë kushti për të marrë statusin e vendit kandidat. Po për të marrë çfarë janë? 3 kushtet janë një pjesë e një procesi ku më të rëndësishme janë lufta kundër korrupsionit, zgjedhjet e lira dhe të ndershme, certifikimi i tyre free and fair nga vëzhguesit ndërkombëtar. E para ka një falsifikim të deklaratave, sidomos rastin konkret unë italian këto s'kan folur. Ka pasur shumë krijohet ideja po të lexosh. E thonë në korr këtë, që 3 ligjet nuk janë kushti sine qua non për të marrë. Edhe unë përpoqja të shpjegoja si funksionon Bashkimi Evropian. Komisioni Evropian, ku Zoti Fyle është komisioner dhe ku presidenti është Zoti Barroso, është institucioni që bën propozimin. Ky propozim dërgohet në 2 adresa, Parlamenti Evropian dhe Këshilli. Këshilli janë gjithë shtetet anëtare. Këta ambasador janë të Këshillit, nuk janë Parlamentit Evropian. Ne duam që Komisioni Evropian të bëjë propozimin e vet. Që propozimi të bëhet, Komisioni Evropian ka thënë, jo me gojë, po me shkrim, në progres raportin e publikuar në vjesht të vitit kaluar, që ju bëni 3 ligje. Kuptohet që lufta kundër korrupsionit apo kundër krimit apo çështje tjera janë një problem. Para 3 javësh, janë një problem. Janë një problem në Tiranë dhe nuk i përmendi fare 3 ligjet, të paktën në daljet e tij publike dhe në komunikatat për shtyp përfshirë dhe atë të qeverisë, takimin me Zoti Berisha, nuk u përmendën 3 ligjet. Kryefjala e vetme e tij qen presim zgjedhje të lira dhe të ndershme. Patjetër që ai dhe shqiptarët dhe komuniteti ndërkombëtar pret zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe pa probleme dhe pa refuzim të njohjes së rezultatit. Nëse do ishit vëmendshëm tek deklaratat që u dham dhe që janë bërë nga tjerët, është që jo vetëm zgjedhjet
duhet jenë lira të ndershme, sepse në fundit, nëse shikoni raportin e Odirit për zgjedhjet 2009-s, konkluzioni është, ata nuk e përdorin free and fair, nuk përdorin këtë term, po konkluzioni është që këto janë zgjedhje. Jo, SBA free and fair e përdor që kur është krijuar. Jo, e ke gabim. Ka vendosur ka ka vendosur ndoshta në fillim të viteve 90 që të mos ta përdori këtë shprehje, por të bëjë një përshkrim të zgjedhjeve. Por free and fair ata nuk e as për Shtetet e Bashkuara, as për Britaninë e Madhe, as për Francën. Lexoni raportet e Odirit, i keni në website një për një, ata asnjëherë nuk kategorizojnë zgjedhjet në një vendi, nëse janë free and fair apo nuk janë free and fair. Ata i përshkruajnë me terminologjinë e tyre zgjedhjet e vendit. Caktuar që ata monitorojnë. Tani të kthehemi, është e pritshme, domethënë, ne kemi një përvojë. Ne kemi patur zgjedhje për të cilat raporti i Odirit ishte pozitiv, i quajti kompetitive, i njohu dhe problemet që ndodhen në KZAZ të ndryshme, por raporti ishte pozitiv, sidomos në pjesën e vetë ekzekutive, flas për 2009-ën, por këto zgjedhje patën një problem tjetër, që nuk ishte bënte me zgjedhjet vetë, po me reagimin e partisë opozitare, të madhe opozitare, që nuk erdhin parlament, që bëri gjëra, që bëri çadra. Ky është një reagim politik. Komisioneri, nëse do në Komitetin Ndërkombëtar Evropian thotë që ka perceptimin se nuk ka problem me zgjedhjet në Shqipëri, atëherë do përse ka një sensibilitet kaq të madh do ka një frikë që nga deklaratat e zotrisë që ju përmendet në Tiranë mund të lexohet kollaj. Ne kemi dëgjuar që thuhet zgjedhjet janë free and fair, po normale është, si të thuash që po okay, zgjedhjet janë free and fair, se do të uji duhet të jetë, domethënë qielli duhet të jetë blu e njërin tjetrin. Kjo është e vetkuptueshme. Domethënë për një vend që aspiron në Bashkimin Evropian, patjetër që zgjedhjet duhet të jenë free. Nëse kjo nuk bëhet, atëherë kot që flasim për proces integrimi evropian. Por tha, të jenë, nëse ai dhe të tjerë, të jenë të pranuara nga palët dhe të mos jenë të kontestuara. Tani Ilir Baba Rama me përvojën e vetë që ka si vëzhgues politik i këtyre 2 dekadave. Di në një rast në Shqipëri dhe në botë që qeveria të humbas zgjedhjet dhe thot nuk i njoh ato, ndërkohë që jam i sigurt, po jam marrë përgjigjen Ilir Baba Ramos, që ka raste që opozita nuk i fiton zgjedhjet dhe thot ishin të manipuluara, nuk i njoh rezultatin e tyre. Kjo ishte kundërpyetje. M'falni që ju mora rolin për një sekondë. Ka një rast që kur është dorëzuar pushtetin tavolin me dosje gati si në 2005 që e bëri zoti Nano. Po, Nano ishte në qeveri, Partia Socialiste ishte në pushtet, i humbi zgjedhjet, dhe tha, unë jap ditën që Celibashi shpalli rezultatin, Nano tha, unë jap dorëheqjen dhe udhëzoi ministrat përgatitin dosje. Unë kam shkuar te zyra e zotit Memushi dhe kam gjetur një dosje atje që shumë atmosferë korteze e sjellshme, njërin tjetër. Çka është plus? Çka është padyshim e lavdërueshme për domethënë krijoi një precedent pozitiv të kjo parti do s'ka rëndësi dosja mbi tavolinë. Ajo është në mënyrën është një teknikalitet më funksionale të mundshme. E lavdërueshme, por kjo parti më pas sot do që por Partia Socialiste me Nano në krye nuk tha që unë jam në pushtet, por zgjedhjet mi vodhi PD-ja apo mi grabiti Berisha dhe unë nuk ikë nga pushteti. Kjo nuk ndodh. Në rastin që, imagjinoni në rastin që Partia Demokrate apo koalicioni mund të humbi zgjedhjet, unë nuk i njoh këto zgjedhje dhe unë nuk i nga pushteti. A imagjinoni që ne mund ta bëjmë këtë gjë? Pyetje. Jo, ka dhe një model. Ka dhe modelin e Lukashenkos, i cili do unë i fiton në letra në tavolinë i fiton. Mos të fantazojmë kot në një gjeografi jo realiste për temën tonë. Ka një shqetësim, ti jemi konkret. Ka një shqetësim. Po pse në 96-ën kam përshtypjen që nuk ishin dhe zgjedhje aq. Jo, në 96-ën kam patur problemet e tyre. Në 2005-ën kam patur probleme tjera. Në 2009-ën po të lexosh raportin, përsëri ka patur një probleme të një natyre të ndryshme. Po kjo nuk është tema. Po gjithë ka pasur probleme. Por edhe në Amerikë ka probleme me rollers list. Kudo ka probleme, po që janë probleme që nuk afektojnë natyrën e zgjedhjeve dhe integritetin e rezultatit të tyre. Po ne mos postohemi nga tema kryesore. Zotrin që vinë nga Brukseli apo dhe nga Washingtoni kanë një shqetësim. Dhe nuk është vetëm shqetësimi i tyre. Është edhe shqetësimi im. Jashtë emisionit mund të jetë edhe shqetësimi i Ilir Baba Ramos dhe shqetësimi i çdo njeriu me përgjegjësi në këtë vend. Zoti Pollo, e vazhdojmë aty ku e lam, ishim duke folur për shqetësimin për zgjedhjet. Gjithë Komiteti Ndërkombëtar është i shqetësuar. Shqetësimi, do presim zgjedhje të lira dhe të ndershme. Jo, presim zgjedhje të lira dhe të ndershme, kjo është normale. Zgjedhjet lira dhe të ndershme mund të jenë
të tilla, po varet edhe si perceptohen. Edhe kjo ndodh në jetën reale. Problemi kryesor, të cilën disa zyrtarë ndërkombëtar e artikulojnë më qartë, disa tjerë e thonë në mënyrë të rrumbullakosur, është ky, që ne do kemi zgjedhje, përgjithësi zgjedhjet mendojmë që do jenë të rregullta, nuk kemi pse dyshojmë, sepse në përgjithësi kjo është përvoja viteve të fundit, por ka një problem. Në varësi të rezultatit dhe ashtu si janë sjell aktorët përpara, kemi dy skenare. Qeveria përsëri fiton, mazhoranca përsëri konfirmohet dhe opozita nuk njeh rezultatin. Sepse rasti tjetër ta zojmë që mazhorancë demokraci është, qëllon që humbi zgjedhjet, do pranoj humbin e zgjedhjeve, nuk mund të rri me forcë, nuk, domethënë të thuash Lukashenko për është pak jo vetëm e tepruar, por edhe ofenduese, është që edhe pa përgjegjshme për situatën e Shqipërisë. Nuk jemi në atë fazë realisht. Po flisnim për vëzhgimin e zgjedhjeve. Nuk jemi në atë fazë. Domethënë është një vërejtje që Ilir Babaramo duhet ta tërheqë. Thash do unë për gjithë opsionet e mundshme të zgjedhjeve. Çështja është që ka sondazhe, ka ndjesi paralele, unë thash opsionet e mundshme. Ka një sens që Partia Demokratike do t'i fitoj zgjedhjet, që zoti Berisha do rikonfirmohet si kryeministër, siç ka dhe një shqetësim që Edi Rama nuk do njoh rezultatin e tyre. Ky është problemi, sepse ta zëm se sensi është që, shikon, ndodh, mbas 8 vjet qeverisje dhe mund të humbasësh, mund të jesh në mbështetjen popullore, në sondazhet e opinionit, mund të jesh poshtë, edhe mund të humbasësh zgjedhjet. Nuk është ky rasti i Shqipërisë. Indikacionet tregojnë për mbështetje për Partinë Demokratike dhe për shanse të larta të fitores Partisë Demokratike dhe të koalicionit. Dhe shqetësimi është, thash edhe një herë, ne i referohemi vazhdimisht ndërkombëtarëve, është pjesë e historisë së re, por ky shqetësim nuk është vetëm në Bruksel apo vetëm kryeqytetet e tjera. Ky shqetësim është artikuluar dhe nga politikanët e këtij vendi. Druajmë që ne do fitojmë normalisht dhe për shkak të evitimit përgjegjësisë, Edi Rama do thotë kutia e Sinjës, kutia e ku diun se kujt e Roskovecit, kutia e Kuksit, edhe do të Pse e paragjykoni? Sepse kjo po përgatitet. Sepse po paragjykoni. Nuk e paragjykoni rezultatin që thoni doon që ne po i fitojmë të zgjedhje, madje paragjykoni dhe vendimin e reagimit të Edi Ramës. Druajmë se kjo do ndodhë. Po flas për një druajtje tjetër. Po flas për një druajtje tjetër atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si janë aktualisht marrëdhëniet? Shumë të mira. Përfshirë dhe ato me ambasadorin aktual? Se është i dyti në rresht që marrëdhëniet duken të tensionuara. Ambasadorët janë pjesë e qeverive të tyre. Drejtet e tij publike si i gjikoni, të drejta? Domethënë, varet se kujt i referoheni dhe më tepër se deklaratës se një ambasador e tjetri, mua preferoj të merrem me çështjen vetvete dhe jo me faktin që e tha ky apo e tha ai tjetri. Çështja është domun që Washington shprehet i shqetësuar për politikën që ndjek qeveria jon e Tiranës brenda vendit dhe në raport me fqinjet. Nuk e kam dëgjuar një vërejtje të tillë dhe nuk besoj që të kemi shqetësime reale edhe të thella për politikat që ndjek qeveria jonë me fqinjet. Po është një memo që është bërë publike që ajo tashmë nuk është mohuar nga qeveria, edhe ministri i jashtëm u detyrua të përgënjeshtrojë vetveten kur thotë po, ditën e parë tha ajo nuk ekziston, ditën e dytë tha po, ekziston një memo e tillë, në të cilën mbyllej me fjalët mos na detyroni t'ju dënojmë publikisht. Nuk e kam dëgjuar ministrin e jashtëm të flasi për ekzistencën e kësaj memo. Unë vetë nuk e kam parë këtë memo, por unë di që në qoftë se ka patur paqartësira lidhur me deklarimet caktuara, këto paqartësira janë fashlitur pasi janë bërë shpjegimet e nevojshme, edhe kaq. Unë nuk kam ndonjë gjë për të shtuar në këtë pikë. Rikonfirmoj përgjigjen që dhash përpara që pyetja ishte si janë marrëdhëniet, a janë të mira, po janë të mira, po janë shumë të mira, po janë të shkëlqyera, mund të shtoja. A ka një qasje krejt të ndryshme ndaj qendrave vendimmarrëse në Washington, që po përdoret lobisti podesta për të shmangur dhe për të ambasadorin Arvizu, madje edhe për ta bërë atë për ta neutralizuar atë në qendrimet e tij publike. Ky pohim është folklor province. Lobistët
janë një praktike e njohur në qendrat e rëndësishme vendimarrëse, jo vetëm në Washington, por edhe në Bruksel. Është vërtet që qeveria ka kontraktuar shërbime të tilla në Washington. Dhe i paguar me lekët me taksat e folklorisë dhe të provincës, ka lobist. Dhe i paguan me paratë e buxhetit shtetit, siç paguan rrogat e mësuesve, siç paguan për rrugët ku kaloni dhe ju dhe unë, siç paguan për ndërtimin e ujësjellsave, siç paguan edhe për digitalizimin e televizionit publik. Ky lobizëm paguhet për Shqipërinë apo për qeverinë? Ky paguhet për Shqipërinë, ky paguhet nëpërmjet qeverisë Shqipërisë. Unë di sepse jam marrë me njërin nga këto dosje dhe aty flitet për të tërhequr investime, flitet për të shpjeguar mirë politikat e qeverisë që nuk janë politika që detyrimisht ndryshojnë nëse ndryshon mazhoranca. Janë politika që në këto 20 vjet pak a shumë në Iluhatje janë konsistente dhe për të promovuar Shqipërinë, e cila realisht për shkak të historisë vjetër dhe të re ka nevojë të promovohet në një dritë të mirë, sepse drita negative për arsye të ndryshme që janë dorën tonë dhe ca arsye tjera që janë dorën tonë nuk është gjithmonë pozitive. Dhe kjo përpjekje do bëhet në mënyrë strukturuar që politikat në favor të Shqipërisë të kenë më shumë mbështetje në Kongres, të kenë më shumë mbështetje në Senat, të kenë më shumë mbështetje në krahun ekzekutiv, të kenë më shumë mbështetje, të kenë më shumë informacion pranë korporatave në mënyrë që Edhe duke paguar paton boxin që të shmangi në mediat amerikane shkrimet kritike ndaj qeverisë? Nuk besoj që kjo është pjesë e kontratës. Amerika është një vend i lirë, Amerika është një model i vendit lirë për shumë vende tjera që zhvillojnë lirinë dhe demokracinë, dhe të mendosh që një kompani konsulence nga duzinat të tilla që ka Washingtoni mund të kontrollojë median amerikane është buron nga një mosnjohje e realiteteve. Por imazhi i Shqipërisë është një, domethënë, dhe gjërat që ka pozitive Shqipëria, mendoj edhe opozitarët e ndershëm do dëshironin që të prezantoheshin në mediat amerikane ashtu siç janë, pas bukurime, jo për të bërë tifozlik për qeverinë, sepse në fundit nuk do votojnë amerikanët në 23 qershor. Të kthehemi sërish tek folklorizmi provincial dhe ky lloj folklorizmi provincial foli dhe Riker, zëvendës ndihmës sekretari i shtetit, dhe tha që vendos departamenti i shtetit dhe jo Podesta se çfarë është linja zyrtare e Washingtonit ndaj Shqipërisë. Dhe kjo mënyrë për të shmangur linjën zyrtare, ambasador departament shtetit, dhe duke zgjedhur lobues si Podesta, a mendoni se është folklorizëm? Po, sa përta është folklorizëm dhe është provincial, sepse... Jo, kjo që është bërë, për që janë paguar lekët, mos është gjetur një rrugë folklorike provinciale për të ndikuar në Washington? U bë para 7 minutash, asnjë lobist nuk mund të zëvendësoj qeverinë, as qeverinë e SBA-s, as qeverinë e Shqipërisë. Por lobistët kanë kontrata, po tendenca për të zëvendësuar departamentin e shtetit me lobizëm, po e përsëris pyetjen. Kjo tendencë për ta zëvendësuar. Kush e pak të tendencë? Është folklorike? Është folklorike, është folklorike, është provinciale, dhe zoti Riker ka shumë të drejtë dhe çdo zyrtar në vendin do thoshte që qeveria është kjo, qeveria është departamenti i shtetit, kështu e quajnë Ministrinë e Jashtme në Washington, dhe përfaqësuesi i saj në Tiranë. Lobistët punojnë me departamentin e shtetit, me departamentin e drejtësisë, me departamentin e mbrojtjes, me shtëpinë e bardhë, me dhomën e përfaqësuesve, me senatin, me bashkinë e New Yorkut eventualisht e kështu me radhë. Tani duhen shpjeguar këto gjëra. Nga shqetësimet që ka ngritur gjithë komunitetin ndërkombëtar, partnerët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe ata të vendeve kryesore të Bashkimit Evropian, për notat nacionaliste të kryeministrit Berisha. A ka një tërheqje nga kryeministri? Ju shikoni një tërheqje pas këtij shqetësimi që të shprehur edhe publikisht? Kryeministri ka bërë qartë që nëse ka patur keqkuptime, nacionalizmi apo patriotizmi i ti apo i mazhorancës është një natyrë qytetare, është një natyrë që synon të japi të drejtat e duhura që u takojnë shqiptarëve, nuk përmban nota agresiviteti ndaj qinjve, nuk përmban urrëtie përkundërzi ndaj një pale tjetër jo shqiptare, dhe nuk ka të bëj as ka një raport me ide që ndryshojnë ndryshimin e kufive. Kjo është bërë e qartë, unë thjesht jam duke e përsëritur këtë gjë. Dhe besoj që nëse 4 javë përpara apo 6 muaj përpara
ka patur një pyetje, atëherë sqarimet përkatëse janë bërë dhe unë nuk shoh me një problem. Ndërkohë që ka qenë fare e qartë që agjenda politike e qeverisë dhe e mazhorancës ka të bëjë një me zhvillimin e vendit dhe dy me integrimin evropian. Integrimi evropian që pengohet nga kokforcia, maligniteti i Edi Ramës dhe Partisë Socialiste që nuk votoi për kushtin e parë. Let bëju një koncesion dhe them është kushti i parë, sepse rruga e integrimit evropian është shumë e gjatë. Statusi kandidat është vetëm një hap. Statusi kandidat të jep mundësi për të hapur negociatat, të jep mundësi për të përfituar nga programe të IPAS që sot me këtë status që kemi nuk i marrin dot, pra janë miliona programe, investime, zhvillim, gjëra zhvillimore. Kjo është agenda integruese dhe agenda integruese është konkrete. Agenda integrues përcaktohet nga progres raporti. Kemi dy fakte. Domun që nacionalizmin e shfaqur të zotit Berisha, të konstatuar nga ndërkombëtarët, në kontekstin e bllokimit të procesit të integrimit. E njëjta gjë zhvendoset edhe për tej Drinit në Kosovë. Nuk mori vizat Thaçi dhe menjëherë reagoi duke thënë që shikoj mundësinë e bashkimit kombëtar në një shtet të vetëm të Kosovës dhe të Shqipërisë. A mendoni se si në Tiranë ashtu dhe në Prishtinë qeveritë lodhjen e tyre janë duke përpjekur ta hedhin në Bruksel? Unë mendoj që duke provokuar Brukselin. Kryeministri Thaçi gjatë vizitës së ditë fundit në Tiranë, bashkë me kryeministrin tonë zoti Berisha, e bëri qartë që ne jemi ndërkohë që synojmë dhe realizojmë një bashkëpunim shumë të ngushtë, nuk jemi për ndryshimin e kufive dhe nuk jemi faktor që jo vetëm që nuk jemi faktor që rrezikojmë paqen, por shqiptarët e emancipuar politikisht janë një faktor që sjellin stabilitet në vend. Kështu që besoj kjo i vë një kapak shqetësimit ngritur. Flasim tani për përgatitjen e zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike. Kur do përcaktohen, kur do konturohen listat? I keni ndarë zonat? Ju vetë ku do jeni? Unë jam aktiv në Berat edhe në një lagje të Tiranës. Listat besoj duke u nisur dhe nga përvojat e mparshme do diskutohen dhe do shpallen fund prillit, fillim të majit. Pra, për ju ekzistojnë opsione edhe në Tiranë edhe në Berat, ende së zhvendosur. Nuk do doja të diskutoja në këtë mënyrë. Them që ne jemi të angazhuar në një fushat që po vjen me crescendon e vet, jemi të angazhuar në terren duke bërë gjërat e zakonshme të fushatës, duke organizuar, duke motivuar, duke përmbushur detyrat e kodit zgjedhor, pra seleksionimi i antarëve të qendrave të votimit e kështu me radhë. Është një proces normal, është një proces që njerëzit pak në konstatimi me presin me kënaqësi. Do ketë ndryshime në listën e deputetëve apo pak a shumë kjo do jetë bërthama? Nuk mendoj që është përvojë e mirë ajo e zotit Rama që një nga një si prestidigjatori që nxjerr lepurin nga cilindri shpall deputetët e ardhshëm jashtë grupit parlamentar aktual. Është një proces i brendshëm i çdo partie, është një proces që duhet të ketë rregulla, është një proces i cili mund të përfundohet dhe mund të shpallet, paktën përvoja jonë e 2009-s është që në një moment caktuar shpallen nga kryeministri të gjitha listat, mbasi është marrë vendimi. Më duket një deputet i Partisë Socialiste e kishte shprehur këtë pa kënaqësi të shikosh një gazetar, një ish kryetar KQZ-je, një ish prokuror që shpallën deputet dhe ata vetë vjen në pozitën e të pashpallurve, nuk është fort e këndshme. Pra nuk besoj që është fort e shprehje njerëzore apo e sjellshme mënyra se si sillet Edi Rama me deputetët e tij. Komenti im nga jashtë, nga distanca. E qartë, pra ju shkoni me bindje ndonë që gjithë deputetët aktual Berisha do t'i rikandidoj. Unë mendoj që shumë prej tyre do rikandidoj, po thash, ky është një proces vendimarrësi që do fillojë javë më vonë në Partinë Demokratike. Me koalicionet do jeni me apo pa LSI-n? Nuk e di. Ju si e mendoni do në bashkëpunim me LSI-n? Është një vlerë e shtuar apo është një kosto elektorale? Unë mendoj që do të vazhdoj mbas 23 qershorit në koalicion mazhoritar. Pra LSI-ja ju mendoni që do dale vetëm në zgjedhje dhe nuk e di çfarë do vendosë LSI-ja.
Por mendoj që mbas 23-shit, vetëm ose bashk, mbas 23-shit do ketë përsëri një koalicion të Partisë Demokratike me LSI dhe me partit tjera. Majoritar. E keni analizë apo keni informacion do të konfirmuar nga zoti Medaj? E kam opinion. Ndërkohë, në koalicion, kush do jetë koalicioni juaj elektoral? Me kë do jeni në koalicion? Nuk e di sepse është vendim që do marrin partitë e tjera, po unë mendoj që do jetë për LSI-n u shprehet, partitë e tjera tradicionale me cilat Partia Demokratike ka një histori gjatë bashkëpunimi, mendoj që do jenë koalicion. Dhe zoti Topi mund të jetë një aleat i mundshëm? S'ma hamendja. Po pse? Dhe ishte i çike papëlqyeshëm. Me gjërat që ka bërë, me gjërat që thot, nuk besoj që zoti Topi është relevant në elektorat. Është i papërfillshëm? Është i papërfillshëm me teori që me ide të rraura të konsumuara që paketohen si të reja, si reduktimi reduktimi i parlamentit nga 140 në 100. Mund të jetë ide e mirë, mund të jetë e gabuar, ka 15 vjet që thuhet. Që kur është miratuar kushtetuta me 140 veta në vitin 98, janë bërë 15 vjet dhe ka dikush që thonë 120, dikush 135, dikush 99, dikush... Zoti Topi kapi numrin 100. Një parti që synon të kapi 1, 2, 3, nuk e di sa synon të paktën të kapi deputet, merr përsipër të ndryshojë kushtetutën. Nuk është serioze. Ideja nuk është serioze, ka shumë gjëra tjera që mund të thuhen. Por unë nuk shikoj si njerëz që kanë një kaos, janë njerëz që mbaruan ofiqin, mbaruan punën e tyre dhe duan të kapin një punë tjetër. A mendoni se këto që po thoni të kujtojnë ato që ka thoshin në hierarkët socialist në vitin 2005 për Ilir Metën, që është një pikuj në oqean, nuk na prish punë, ne jemi të gjithë bashkë, ne kemi bërë kaq reforma, ne sollëm vendin në dyert e Evropës e kështu me radhë. A mendoni se mund ka një simetri të tillë që nuk besoj që ne kemi patur i zotit Topit, dalja e tij si subjekt më vete mund të jetë një nga shkaqet që mund t'ju çojnë në opozitë? Nuk më duhet se është e njëjta gjë, edhe ne në këto 20 vjet zorse kemi patur një president që të jetë sjellur aq keq me presidencën sa presidenti që ishte para zotit Nishani në fiqe. Pse keni kaq probleme me presidencën e tij? Është një kapitull i mbyllur, janë gjërat u tham në atë kohë, tani le të mos i përsërisë. Unë mendoj që Topi dhe partia e tij janë irrelevant, janë shprehje inati, nuk di çfarë do bëjnë. Mund tentojnë edhe ta viten në koalicion e Partisë Demokratike, por ka një shkallë të lartë të pakëndshmërisë. Jo, ai ka bërë qartë doon që as me Partinë Demokratike, as me Partinë Socialiste le të bëj çardoj, po koalicion. Edhe këto minuta diskutim që i kushtuam fillojnë e bën tepërta për realitetin e tij, për atë që është. Pse ka qenë kryetari i Partisë Demokratike, presidenti i Republikës i zgjedhur me votat e Partisë Demokratike. Edhe me votën time për fat keq. Duhet të pranojmë që jo gjithmonë gjykojmë e vepërojmë drejt. Po mendoni që duhet të hequr dorë nga teoria e zbulimit të grupeve armiqësore dhe denoncimit të tyre? Shoqëria pluraliste të jep mundësinë t'i thuash gjëra të hapur, edhe në kohën e dur. Grupe armiqësore nuk e di, është fjalë pa vend në këtë rast. Bamir Topi la presidencën, filloi të bëj një parti, të shikojmë çfarë do bëj. Unë këtë përshtypje kam dhe këtë përshtypje po e shpreh, kam shansin ta shpreh në tryezën e 5 pyetjeve. Ky është mendimi im. Zoti Pollo, ju falenderoj që ishte 5 pyetje. Faleminderit juve. Nderuar shikues, në gjithë intervistën e ministrin e inovacionit, zotin Gens Pollo. Nga unë Ilir Babaramo, natën e mirë të gjithëve. Rishihemi të martën tjetër.